Në Korçë ka filluar edicioni 15 i kolonisë ndërkombëtare të piktorëve Ditët e Mios, një ngjarje që çdo vit mbledh artistë nga të gjithë anët e botës për të krijuar vepra që frymëzohen nga mjeshtri i njohur i peizazhit shqiptar Vangjush Mio. Pjesëmarrës janë 42 piktorë nga Shqipëria, rajoni dhe shumë shtete të tjera, të cilët po eksplorojnë bukuritë e Korçës dhe do të sjellin krijimet e tyre. Kam pikturuar që nga fëmijëria dhe jam profesioniste që nga momenti kur fillova studimet për art. Dje vizitua muzeun e Vangjush Mios dhe pata mundësinë të shoh disa portrete të mrekullueshme. Ai është një artist i jashtëzakonshëm dhe u frymëzova shumë nga puna e tij. Po pikturoj një peizazh, por në mënyrën imersive. Doja të dilja jashtë tradicionales. Është hera e parë që vi në Korçë dhe jam e mahnitur nga mikpritja. Unë vi nga Serbia dhe ndihem e lumtur që jam në Shqipëri këto ditë. Kjo është hera e parë, si kom marrë ftesë nga Komuna e Korçës, Bashkia e Korçës. Jam jashtëzakonisht e lumtur që jam pjesë e këtij projekti. Vjeshta paraqet një ngjyra shumë, është plot ngjyra, plot jetë dhe plot shëndet. Prandaj sjell edhe frutet edhe artistit i ka sjell në Korçë, kjo është më e bukur e vjeshtës edhe natyrës. Kolonia Ditët e Mios do të zgjasë disa ditë dhe në fund të aktivitetit, veprat e krijuara do të ekspozohen si një homazh për mjeshtrin Vangjush Mio. Ato shërbejnë gjithashtu si një pasqyrë bashkëpunimi kulturor ndërkombëtar.